pra nuk përvalojnë dëmtimet serioze, edhe pse eventualisht ndodh. Nga ana tjetër kemi pas turma. Ju kujtoj këtu kur Partia Socialiste ka qenë në opozit dhe turmat protestuese atëherë kanë qenë goxha më të dhunshme. Kanë djegur makina, kanë thyer xhama, kanë goditur njerëz gjatë itinerarit të tyre nëpër qytet, pra janë rrahur me njerëz, me civila. Dhe gjithsesi menaxhimi i trupës policore për herë ka qenë proporcional, për herë ka qenë me qëllim deeskalimin e situatës. Deeskalimi i situatës dhe respektimi i njerëzve në radh parë përballë objekteve është element shumë i rëndësishëm që duhet ta ketë parasysh çdo polici demokrate, pra në demokracitë aktuale. Nuk mund të them që ne jemi në një situatë të tillë me policinë aktuale, e cila për shkak të hedhjes së molotovëve të cilët janë përplasur në mure apo në trotuar, apo e shumta në kosha plerash, ka goditur me ujë, ka goditur me gaz lotësiellës në sasi të madhe, madje jeni dëshmitar edhe të goditjes së drejt për drejt. Pra, ai gazi lotësiellës kur hidhet me mjet hedhës, me armë, hidhet me trajektore vertikale, pra hidhet nga lart që të bjeri në turm me efekt sa më të vogël goditës fizik. Ju keni parë dhe gjithë kemi parë se si gazi që është hedhur nga mjetet e policisë ka goditur në kokë protestuesit. Dhe kemi parë shpesh herë protestues të lënduar nga ky gaz, të cilët kanë pasur nevojë për ndërhyrjen e autoriteteve mjekësore. Mund ta them edhe këtë që në protestat që kam qenë, apo të paktën në pozicionet fizike të cilat kam qenë, nuk kemi pasur afrim të ndonjë ambulance me qëllim për të ndihmuar protestuesit e lënduar. Ajo që pastaj tregon, le të themi, akoma dhe më tepër nivelin e ashpërsisë, krejtësisht pa nevojshme dhe të pa justifikueshme të trupës policore, ishte, si më thënë, qershia përmbitore të rastit atij personi që mbante flamurin mbrëm. Pra, një person i cili qartazi është i vetëm, nuk përbën kërcënim për askënd dhe asgjë, i cili thjesht po mbante një qëndrim qytetar në atë lëkundjen, atë valvitjen e flamurit kombëtar, nuk ka se si goditet me ujë, të merret me trup policore e cila në përshtatje të trajnimeve po që kishin ngel shumë teorike, merrte masa sikur po turreshin njerëzit edhe po i sulmoshin në këtë moment, ndërkohë që nuk kishte as kërcënim të kësaj natyre, se kemi qenë aty, edhe kemi pas situatën edhe nga afër edhe drejt për drejti. Pra, kjo është një element i cili tregon diçka që të vjen keq, me thënë drejtën, sepse ju kujtoj këtu protestat më përparshme të brumit socialist, brum nga i cili ka dalë protestues që godet policinë me flamur dhe e hedh në tokë për ta shkel me këmbë, dhe ajo polici e merrte atë flamur sepse është simbol kombëtar, pra simboli më i lartë kombëtar që kemi, dhe kemi të njëjtin brum që ka prodhuar trupat policore sot, i ka trajnuar apo i ka nxjerr nga radhët e vet apo nga militantët e vet, se e dim se si është fut një pjesë e mirë e trupës policore sot, pa i hëngër hakun personave, oficerëve shumë të aftë dhe të karrierës dhe shumë të trajnuar, por janë e njëjta trup policore që nuk e di se çfarë halli kanë me këtë flamur, më vëlla, që e morën personin, e hudhën flamurin tokë e lanë aty. Paktën e kishin marrë. Vetëm kaq mund thoja. Të paktën merre për kulturë kombëtare, për kulturë demokratike, për kulturë ligjore fundi fundit. Se nuk e përmban ligji që të hidhet flamurin tokë dhe të shkelet. Domethënë përgjigja